prona shtetërore ka një rëndësi thelbësore dhe çdo lloj veprimi duhet të mbështetet, duhet kryhet, duhet mbështetet në një analizë të plotë, të gjithanshme, për çdo lloj hapi, qoftë minimal që duhet të hidhet. Rekomandimet janë të detajuara, nuk e di nëse duhet që ti shikojmë momentalisht dhe ti citojmë, ti pasqyrojmë para jush, por këtij auditimi ne kemi dhënë një rëndësi të veçantë pavarësisht se është nisur në fazën e parë të funksionimit të korporatës investimeve, por duke pasur parasysh këtë që po e përsëris rëndësinë thelbësore që ka administrimi dhe ruajtja me kujdes të veçantë të pronës shtetërore në një vëmendje, në një respekt maksimal të kuadrit ligjor, do të ishte shumë e rëndësishme që dhe nga ana juaj, duke pasur parasysh edhe mundësinë e madhe që ne kemi për komunikimin nëpërmjet në komisionit parlamentar, të trajtohen në vazhdimsi me të gjitha ato nevoja që duhet të ketë ky lloj procesi, ose më saktë këto lloj procesesh, sepse nuk do të jetë një. Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve, kuptohet që ne kemi pasqyruar atë numër në përqindje të zbatimit të rekomandimeve, të pranimit dhe të zbatimit të rekomandimeve. Kemi parasysh që puna e nën komisionit është një mbështetje madhe, kuptohet dhe fokusi, një nga fokuset e ndërtimit nën komisionit është ky, pra mbështetja e institucionit kontrollit lartë shtetit për të mundësuar zbatimin e rekomandimeve, sepse një rekomandim i pranuar dhe i pa zbatuar, themi është themi deri diku mbase i pa vlefshëm, po i pa plot, është një proces i pa plot. Edhe mendoj që fokusi duhet theksohet në këtë drejtim, pra në zbatimin e rekomandimeve. Kemi parasysh pastaj problematikat cilat vinë përpara fazës zbatimit të rekomandimeve, kemi të bëjmë me procese cilat për më tepër nuk janë arritur që të përfundohen nga ana e institucionit kontrollit lartë shtetit. Nuk dua të dal nga pyetjet e zotit Bozdo, por nëse më lejoni mund ta lidh me pyetjen e deputetes koleges tuaj zonjën Sinaj, në lidhje me problematikat në auditim dhe kryesisht në auditimin e ASK. Përsëri po i rikthehem edhe një herë rëndësisë së pronës, kemi parasysh pronën publike dhe pronën private. Është një rëndësie thelbësore që institucioni i cili administron, regjistron dhe administron cilësinë e pronësisë për institucionet apo individ, cilët janë pronar, duhet janë pronar të ligjshëm të pronave publike dhe shtetërore, të jetë në nivelin e duhur, jo vetëm të angazhimit, jo vetëm të efikasitetit, pra të regjistrimit në kohë dhe kuptohet mbi bazën me respektin e plot kuadrit ligjor, por të ketë një transparencë të plot, jo vetëm për institucionet, duke filluar nga kontrolli i lartë i shtetit, por dhe për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë duhet i vihet në dispozicion çdo lloj informacioni i kërkuar në kohën më të shpejtë të mundshme. Kuptohet që unë është kuptueshme dhe nga kërkesa e punës mbase e këtij institucioni pra e ASHK-s, por dua t'ju rikujtoj sepse institucioni i kontrollit lartë të shtetit ju është drejtuar dhe më parë me kërkesa për të na suportuar, për të na mbështetur në këto procese, pra në proceset audituese në ASHK, pasi deri në këtë moment ne nuk kemi mundur që të marrim akses qoftë minimal në të dhëna të këtij institucioni me themi arsye të cilat nuk janë të pranueshme. Pra, kemi parasysh që problematika e pronës në Shqipëri ka një rëndësi thelbësore, është e lidhur ngushësisht me jetën e gjithë secilit, me jetën e institucioneve dhe institucioni i kontrollit lartë të shtetit e ka trajtuar në këtë logjik dhe ka kryer të gjitha veprimet deri në këtë moment që të kryej procese audituese të plota, por është hasur në këtë lloj pengese për një kohë të gjatë.
do t'ishte me shumë vlerë jo vetëm për punën tonë, po për qëllimin e punës tonë, pra për auditimin e këtyre proceseve, pra në drejtimin e pronës, të regjistrimit pronave në Shqipëri, që të na mbështesni në realizimin e këtyre proceseve. Kuptohet që kemi gjitha kapacitetet për t'i kryer këto procese, për në mënyrën më të plot, më profesionale, të bazuar edhe në respekt të plot të kuadrit ligjor, por institucionet duhet të jenë të ndërgjegjshme, se gjithë secili ka detyrimin që jo vetëm të kryejë veprime, por të bashkëpunojë me institucionet, edhe për më tepër me qytetarët, sepse qëllimi pa dashur që të zgjatem dhe t'ju marr më shumë kohë, qëllimi i punës tonë të përbashkët është shërbimi ndaj qytetarëve, shërbimi ndaj gjithë